Duke ju afruar përmbysjes së këtij prezantimi, duhet të ritheksoj rëndësinë që ka kjo detyrë shet, të cilën unë dhe kolegët e mi e ushtrojmë çdo ditë. Duhet të garantoj çdo koleg që në fokus të drejtimit tim do të jetë e përditshme mbështetja dhe masat që duhen të ndërmerren për sigurinë dhe mbrojtjen e personelit në SPAK. Siç e dim, prokurorët, hetuesit dhe stafi mbështetës janë në vijën e parë të përballës me korrupsionin dhe krimin e organizuar, duke u ekspozuar ndaj rrezikut të lartë. Siguria fizike, psikologjike dhe digjitale e prokurorëve dhe familjarëve të tyre është një prioritet absolut dhe i pakushtëzuar. Për të siguruar qetësinë e duhur në ushtrimin e detyrës së personelit, unë angazhohem të mbështes stafin për marrjen e të gjitha masave sipas parashikimeve ligjore në mënyrë të tillë që çdo antar i stafit të vijojë qetësisht dhe i pandikueshëm me punën e tij në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Të nderuar anëtarë të Këshillit Prokurisë, unë e shoh këtë detyrë jo si privilegj, por si një detyrë të shenjtë përballë Zotit dhe shoqërisë. Jam sot i gatshëm të shërbej drejtësisë shqiptare dhe të udhëheq prokurinë e posaçme drejt një faze të re pjekurie, ku efikasiteti, profesionalizmi dhe llogaridhëniet të jenë standardet e pandashme të veprimtarisë tonë. Drejtësia është e shenjtë dhe e pandarë nga integriteti dhe morali, ndaj çdo veprimi i drejtuesit duhet të reflektojë këtë parim themelor. Vetëm së bashku mund të ndërtojmë një institucion që vepron me vendosmëri dhe maturi profesionale, që ruan pavarësinë e tij absolute dhe që gjithmonë mbron të drejtat dhe liritë themelore të çdo qytetarit, duke vendosur drejtësinë mbi çdo ndikim apo interes të përkohshëm. Zotimi im është të konsolidoj një SPAK të pavarur dhe të besueshëm që vepron shpejt aty kur duhet dhe me masën e duhet kur e kërkon rasti. Gjithashtu angazhohem për konsolidimin e arritjeve të institucionit, duke matur suksesin jo me zhurmën apo bujën e momentit, por me qëndrueshmërinë e vendimeve, rikuperimin e përfitimit të paligjshme dhe rritjen e besimit tek qytetarët. Kjo do të thotë forcë e ligjit e shoqëruar me maturi profesionale, vendime të argumentuara dhe llogaridhënie të rregullt, një mënyrë pune që jo vetëm të shkon shkelet, por ngrej dhe standardin e integritetit të institucionit. Duke e përmbyllur, deklaroj se ky është angazhimi im solemn dhe vizioni që unë i afroj për drejtimin e prokurisë posaçme. Faleminderit. Faleminderit, zote Gogo. Mbanë në mënyrë të përmbledhur. Ishit ekselent. Tani është rada për kolegët, nëse ka ndonjë pyetje për të adresuar. Po, zonja Mandre. Faleminderit shumë i nderuar prokuror. E vlerësoj shumë kandidaturën tuaj, patjetër unë personalisht, sepse sikur se juve e thatë me shumë të drejtë, nuk është një privilegj, po është një përgjegjësi shumë e madhe të vendosësh që të vendosësh kandidaturën tënde për të detyrë me ndjeshmëri të lartë, por edhe me një rol kyç në shtetin e së drejtës. E pash me kujdes edhe platformën tuaj, edhe është vërtet impresive, kështu që urimet dhe falenderimet e mia nga zemra. Më lejoni që t'ju bëj disa pyetje. Po, tjetër. Disa pyetje të shkurtra, që pak a shumë i kemi trajtuar edhe me kolegët e tjerë. Pyetja e parë ka të bëjë me nisur me faktin në stadin që struktura të cilën juve dëshironi apo për të cilin juve keni aplikuar është në një pikë, besoj, kulminante edhe të arritjeve, po edhe të sfidave që e presin. Për fat të mirë, keni patur 2 përvoja të kolegëve të mëparshëm. Çfarë ndryshimi do të sjellë në rolin tuaj, në raport me rolin tuaj si prokuror, nga roli juaj si drejtues, kundrejt atyre që juve do t'i konsideronit si praktik e mirë, pozitive, e 2 kolegëve të mëparshëm. Nuk e di nëse e kisha të qartë pyetje. Po, ndërruaj, zonja. Ata, por paraprakisht unë duhet të them që drejtimi im do të jetë vetvetja, për faktin sepse unë kam qenë mbi 10 vite drejtues në shumë rrethe kryesore të Shqipërisë. Unë do të marr praktikat më të mira të kolegëve të mi para ardhës, dhe do vazhdoj drejtimin vetë në drejtimin tim.
Për ta vazhduar këtë pyetje, në aspektin menaxherial, cilat do të ishin praktikat më të mira që juve do të dallonit në raport me dy kolegët paralel? Unë mendoj që praktikat më të mira të punës së një drejtuesit është puna në grup. Pra, sot pavarësisht se struktura posaçme ka 20 prokuror, për mendimin tim janë 20 drejtuesa për çështjet e vetes, sepse këtë ka rregulluar ligji dhe kushtetuta. E vetmja gjë që mund bëjnë drejtuesi është që t'i rrinë mbështetje prokurorëve dhe sa herë ato që të kenë nevojë për grupe hetimore të përbashkët për shtimin e hetuesve në çështje komplekse, ajo do të jetë detyra ime kryesore, pa ushtruar asnjë ndikim ndaj prokurorëve. Ju faleminderit për përgjigje. A keni juve një pikë të dobët në kuptimin individual dhe në kuptimin profesional, të cilën do të dëshironit që ta rishikonit me kujdes në rolin tuaj si drejtues, dhe a keni ju një pikë shumë të fortë, po të fortë që e kalon pak masën, të cilën gjithashtu do të dëshironit ta rishikonit si drejtues? Po, faleminderit. Po filloj nga pika fort, pastaj të kaloj te pika dobët. Pikat e mia të forta është puna, integriteti dhe mirënjohja ndaj njerëzve që punojnë.